Mirëmbrëma, si jeni? Në këto story mesazhe dua që të flas pak për sa i përket atë çfarë lexoj në çdo portal, sa hap Instagramin, modele emërim edhe me të madhe atje që teologja që ka blerë shtëpi me lekët e besimtarve. Me mashtrim, më saktë, edhe gjitha komentet që janë është mashtruese, ka vjedh, ka mbush xhepat. Unë në këto 24 vite të kontributit tim në fen islame, vetëm këto 2 vitet e fundit kam bërë diçka që kam marrë diçka në kambim, që ka qenë trajnimet e mia. Kam ofruar trajnime të vetë-zhvillimit personal me pikpamje islame. Dhe këto kanë qenë me pagesë. Ndërsa të gjitha platformat e mia të tjera, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, nuk ka futur dikush dorë në xhep për të paguar diçka në këto platforma. Pra kanë qenë të gjitha informacionet që unë jepja kanë qenë free, kanë qenë falas. Porse edhe unë, si gjithë të tjerët, që jam njeri si gjithë të tjerët, kam ujë, drita, fatura, qera për të paguar, edhe fëmijë për të ushqyer, kështu që pjesa e rrjeteve të mia sociale ka qenë burimi im i vetëm për këto të ardhura. Edhe trajnimet e mia, pra njoftimi i tyre ka qenë në publik, edhe kam pasur shumë ndjekse, edhe kush dëshironte pas një lloj presioni, pas një lloj mashtrimi, e shikonin njoftimin, edhe kontaktonin me vajzën që jepte informacionet, edhe merrin pjesë ose nuk merrin pjesë. Ky është mashtrimi im i parë. Domethënë, mashtrim sipas njerëzve është parë. TikTok, Facebook, mashtrimi im i parë. Domethënë, mashtrim sipas njerëzve është sepse unë kam marrë pagesë për trajnimet e mia online. Ndërsa pjesa tjetër që akuzojnë është pjesa që ka qenë historia e tillë që një vajzë që më ndiqte ka qenë e krishterë. Edhe më ndiqte dhe dëgjonte ligjëratat e mia. E hodhi si ide që përse ne, domethënë, jemi gjithë të goca këtu, sikur se cila të kontribonte në shenjë falënderimi, sikur 1 euro t'japi për ty, domethënë se nëse po pi një kafe me ty, edhe me shumën që të mblidhe ti të blesh një shtëpi. Dhe këtë ide e adoptuan disa nga vajzat e trajnimeve të mia dhe filluan duke thënë njëra tjetrës që kush dëshiron që të kontribojë, dhe filluan duke thënë njëra tjetrës që kush dëshiron që të kontribojë, dhe u mblodh një shumë lekësh. Pra, siç e dim, në Tiranë shtëpitë janë nga, si thënë, 100.000 euro sipër, edhe shuma që u mblodh ishte 10.000 euro, pra, nga këto vajzat, të cilat i falenderoj për ato që i kanë bërë me zemër, Zoti ja shtoft. Por se nga projekt mirënjohje, u bë një projekt, domethënë, përmendje, aq shumë ma kanë përmendur edhe aq shumë, domethënë, u bë ky projekt, domethënë, ajo pjesa sikur unë e kisha marrë edhe e kisha shfrytzuar edhe vjedhur edhe lekët e besimtarve. Kështu që me këto 10.000 euro nuk blen dot shtëpi në Tiranë, kështu që më vjen shumë keq që të prish iluzionet atyre që kanë shkruar që unë kam bler shtëpi me lekët e blen dot shtëpi në Tiranë, kështu që më vjen shumë keq që të prish iluzionet atyre që kanë shkruar që unë kam bler shtëpi me lekët e besimtarve. Dhe sikur t'i dija emrat e këtyre vajzave që kanë dhënë, të ja kisha kthyer mbrapsh, vetëm që domethënë mos të ndodhte ose mos të dilte domethënë kjo gjë si çka dal, domethënë ti ishte kaq e madhe dhe kaq e bujshme, por se çfarë do lloj gjëje që ndodhi, edhe unë këtë gjë që po e them tani e kam thënë edhe vjet, por se duke qenë se tani është bërë më mediatike dhe domethënë gjithë portalet janë duke përmendur të njëjtën gjë, kjo është e vërteta. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur në të vërtetë për sa i përket lekëve të besimtarve apo lekëve të
vajzave që kanë kontribuar. Mirëmbrëma, si jeni? Në këto story mesazhe dua që të flas pak për sa i përket atë çfarë lexoj në çdo portal, sa hap Instagramin, modele emrim edhe me të madhe atje që teologja që ka bler shtëpi me lekët e besimtarve. Me mashtrim, më saktë, edhe gjitha komentet që janë është mashtruese, ka vjedh, ka mbush xhepat. Unë në këto 24 vite të kontributit tim në fen islame, vetëm këto 2 vitet e fundit kam bërë diçka që kam marrë diçka në kambim, që ka qenë trajnimet e mia. Kam ofruar trajnimet të vetë zhvillimit personal me pikpamje islame. Dhe këto kanë qenë me pagesë. Ndërsa të gjitha platformat e mia të tjera, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, nuk ka futur dikush dorë në xhep për të paguar diçka në këto platforma. Pra kanë qenë të gjitha informacionet që unë jepja kanë qenë free, kanë qenë falas. Porse edhe unë, si gjithë të tjerët, që jam njeri si gjithë të tjerët, kam ujë, drita, fatura, qera për të paguar, edhe fëmijë për të ushqyer, kështu që pjesa e rrjeteve të mia sociale ka qenë burimi im i vetëm për këto të ardhura. Edhe trajnimet e mia, pra njoftimi i tyre ka qenë në publik, edhe kam pasur shumë ndjekse, edhe kush dëshironte pas një lloj presioni, pas një lloj mashtrimi, e shikonin njoftimin, edhe kontaktonin me vajzën që jepte informacionet, edhe merrin pjesë ose nuk merrin pjesë. Ky është mashtrimi im i parë, domethënë mashtrim sipas njerëzve, TikTok, Facebook, mashtrimi im i parë, domethënë mashtrim sipas njerëzve është sepse un kam marr pagesë për trajnimet e mia online. Ndërsa pjesa tjetër që akuzojnë është pjesa që ka qenë historia e tillë që një vajzë që më ndiqte ka qenë e krishterë. Edhe më ndiqte dhe dëgjonte ligjëratat e mia. E hodhi si ide që përse ne, domethënë jemi gjithë të goca këtu, sikur se cila të kontribonte në shenjë falenderimi, sikur 1 euro t'japi për ty, domethënë zë nëse po pi një kafe me ty, edhe me shumën që të mblidhe ti të blesh një shtëpi. Dhe këtë ide e adoptuan disa nga vajzat e trajnimeve të mia dhe filluan duke thënë njëra tjetrës që kush dëshiron që të kontribuojë